Strukturat hoteliere të ndodhura në vitin e parë mbi pedonalen e Sarandës duket se janë më përpara, si me mbylljen e përgatitjeve për sezonin e ri, edhe me prenotimet online që kanë marrë deri më tani. Mësohet se aktualisht mbi 80% është numri prenotimeve të kryera në strukturat hotelerike të qytetit jugor, ndërsa gjeografia e turistëve nga vendet nordike, gjerman, polak, të moshave që parapëlqejnë më tepër të pushojnë në sezonin e ulët të pranverës ose vjeshtës. Dhe në muajin prill punojmë po një lloj siç kemi punuar me majin apo dhe qershorin vitet e tjera. Në hotelin ton dhe nisim këtë sezon me grupet e para norvegjeze. Pas prillit, majit janë përgjithsisht prenotime të cilat vijnë direkt ose në website-in e hotelit ton ose nëpërmjet platformave shumë të mirënjohura siç është Booking. Sidomos në 3 vitet e fundit gjithmonë kërkesa ka qenë në rritje dhe ka qenë pikërisht kjo kërkesë që na ka shtyrë edhe ne si vjet të bëjmë një rekonstruksion total të hotelit për të rritur shërbimin dhe cilësinë në ofertën tonë. Këtë vit mund të themi që fillon më shpejt sezoni, prill mund të jetë një përqindje shumë e vogël, ose mund të jenë ata që të huaj që jetojnë këtu, ose që thjesht vinë për çështje pune, sepse kanë filluar edhe bizneset që neve kemi ndërmarrë më të huaj. 80%, 90% janë në bazë të teknologjisë, në bazë të rezervime online. Kemi në pikën e qendrës së Sarandës. Njerëzit e kërkojnë këtë gjë, njerëzit kërkojnë të jenë sa më afër bulevardit, sa më afër plazheve publike, sa më afër klubeve apo restoranteve, ne jemi afër pothuajse çdo gjëje. Këtu jemi më afër se kudo. Është shumë herë për të folur, sepse kupton është akoma skala akoma maj, po që mendojmë se do bëhet më mirë. Vinë nga Anglia, nga Polonia, vinë nga vende të ndryshme, Arabi. Për këtë sezon kemi shumë kërkesa, si online, si dhe fizikisht. Pavarësisht se unë jam hapur gjatë gjithë periudhës, por prap duhet marrë masa për fluksin e madh që do na vi. Në aprill kemi marrë shumë sinjale të mira. Pothuajse është 70%. Shumë se vitin e kaluar. Përfaqësuesit e strukturave hotelerike të qytetit bregdetar konfirmojnë njëherë se përmes investimeve ata kanë përmirësuar ndjeshëm dhe standardin e shërbimit si dhe kushtet e akomodimit. Sipas tyre, sezoni 2025 duket të jetë më premtues për flukse të larta turistike, ndërsa synohet që sezoni të ketë zgjatje më të madhe në kohë edhe për gjatë vjeshtës.